Kosova po kalon një nga momentet më të rënda institucionale që nga shpallja e pavarësisë. Me zgjedhjet e 9 shkurtit vendi po hyn në 100 ditëshin e dytë pa kuvend funksional dhe pa qeveri të re. Institucioni qendror i Republikës vazhdon të mbetet i paralizuar dhe kjo krizë politike po shoqërohet me një heshtje të frikshme të faktorit ndërkombëtar. Kryeministri Albin Kurti po shfaqet i palëkundër në kërkesën e tij për të zgjedhur Albulena Haxhiu në krye të kuvendit, edhe pse nuk i ka numrat e nevojshëm. Ai ngulmon në parimin e votës së fshehtë, por harron se nuk është më në opozit, por njeriu që ka marrë mandatin për të udhëhequr vendin. Të besosh se mund të bësh qeveri me mos pjesëmarrje dhe kokforci është naivitet politik. Por në kontekstin e një rajoni të mbushur me interesat jashtme është edhe një aventurë e rrezikshme. Opozita e shpartalluar dhe media e kapur. Partitë opozitare në Kosovë, që potencialisht mund të formonin institucione me aleanca, nuk po arrin dot të krijojnë asnjë lloj kohezioni. Mungon vizioni, bashkëpunimi dhe guximi politik. Në të njëjtën kohë, media e cila duhet të ishte korrektive, është kthyer në zgjatim të tensioneve personale dhe propagandës politike. Analistë që dikur bënin opozit ndaj Kurtit sot sillen si palë të ngulfatura nga kriza pas zgjidhje reale. Për shkallëzimi i qasjes europiane, në arenën ndërkombëtare, gjuha e disa analistëve të rrymës italiane po bëhet gjithnjë e më agresive. Lucio Caracciolo, drejtuesi i revistës Limes, u shpreh se Kosova është një pseudo-shtet i drejtuar nga trafikantë droge dhe armësh. Të tilla qëndrime, ndonse nuk përfaqësojnë linjën zyrtare të Italisë, tregojnë se në qarqet strategjike perëndimore ka ndryshim thelbësor në qasjen ndaj Prishtinës. Tashmë zëra si Caracciolo nuk janë ekstremist, por pjesë e deep state-it evropian. SBA në heshtje, Gjermania në pritje. Zëvendës sekretari i shtetit Christopher Lando u shpreh qartë se SBA nuk merren me sherrjet e brendshme të aleatëve, çka do të thotë se për Washingtonin Kosova nuk është prioritet për momentin, ndërkohë vetëm ambasadori gjerman ka dalë hapur, ndërsa qeveria e Berlinit, dikur protagoniste në rrëzimin e strukturave të vjetra të Hashim Thachit, sot nuk po tregon vullnet konkret për zgjidhje. Rreziku bond still dhe çështja strategjike. Një raport i mediave amerikane paralajmëroi mbylljen e disa bazave ushtarake amerikane në Europë, mes të cilave edhe bond still në Kosovë. Edhe nëse kjo nuk realizohet menjëherë, fakti që përflitet është indikator se Kosova mund mos jetë më pjesë strategjike e prioritetit amerikan. Nëse kjo ndodh, Beogradi, Moska dhe Pekini do të fërkojnë duart. Një shans i humbur për Kosovën. Albin Kurti nuk duhet të sillej si lider opozite në kohë qeverisjeje. Kosova nuk e ka luksin e krizave pafund. Mos konstituimi i institucioneve i jep legjitimitet narrativave antishqiptare dhe de facto e kthen vendin në një realitet të pamenaxhueshëm. Çdo orë humbur në gërë që çon Kosovën drejt periferisë së interesit perëndimor dhe në qendër të planeve ndarëse të fuqive të mëdha.